Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli bejtihi tayyibin at-tahirin. Do të përmendim një hadith nga Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon për besimtarët se në çfarë gjendje janë e se çfarë duhet të bëjnë. Ai alayhi salam thotë: Innal mu'mina bejna makhafetain. Besimtari është mes dy frikrave. Ajalin qad mada la yadri ma Allahu sani'un fi. Njëra është frika nga shkuara, nuk e di se çfarë ka bërë Allahu me të. Wa bejna ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fi. Dhe frika nga fati dhe koha që kanë mbetur e nuk e di se çfarë do të gjykojë Allahu për të. Dhe çfarë do të bëjë besimtari tani? Thotë dërguari i Allahut: "Falyakhudhil abdul mu'minu min nafsihi li nafsihi." E të përgatisë robi besimtar nga vetvetja e tij, nga nefsi i tij për nefsin e tij. Wa min dunyahu li akhirati. E nga dunjaja e tij për ahiretin. Wa min ash-shababi qabla al-kibar. Dhe nga rinia para pleqërisë. Wa min al-hayati qabla al-maut. Dhe nga jeta e tij para vdekjes. Dhe pastaj thot: "Walladhi nafsi bi yadi." Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Ma ba'da al-mauti min musta'tab. Pas vdekjes nuk ka më kthim pas, as mundësi për vendim, dhe nuk kemi mundësi për të fituar kënaqësinë e Zotit. Wa ma ba'da ad-dunya darun illa al-janna wan-nar. E pas jetës në këtë botë nuk ka më asnjë vend tjetër përveç xhenetit ose zjarrit të xhenemit.